Arrest me burg për 4 akuza të rënda, kjo ishte masa që gjyqtari i Korçës Gentian Sallahu i ka komunikuar në spitalin e traumes Violant Braçellarit, autorit të vrasjes së efektivit Enea Mekolli dhe plagosjes së policit tjetër Edison Adri. Ndaj 43 vjeçarit rëndojnë akuzat vrasje punonjësit të policisë, vrasje mbetur në tentativë për punonjësin tjetër, si dhe 2 akuzat të tjera për armbajtje pa leje, duke mos thënë asnjë fjalë për masakrën që shkaktoi. Përpara gjyqtarit, Braçellari ka folur vetëm për dënimin që është dhënë në mungesë, duke u justifikuar se nuk ka qenë kultivues droge. Me një version as pak bindës, nëna autorit të vrasjes së efektivit dhe plagosjes së kolegut të tij, ka treguar si pasaj momentet e para të përplasjes së Violant Braçellarit me policët që shkuan për të arrestuar. Si pasaj efektivet qelluan të paret pas një lloj paralajmërimi. Erdhën ta thash djalë, erdhën tash. Djali çat ty dolli dhe që ka hedhur nga dritarja e viçave në fund starës. Atje priste polici tjetër. Polici ka rënë më përpara. Pastaj ka quar se ajo gjithmonë as policia, as gjifare. Nuk tha as e dorëzoj uni, as e jemi policia. Edhe pse i biri ishte në kërkim prej gati 10 vjetësh, Eoma mundohet të justifikojë duke thënë se policia i ka rënë me qafë. Violanti me mua jo se rrinte, se Violanti ishte dënuar 10 vjet. E Violanti nuk më rrinte mua këtu, vinte thjesht në një qytet të bukur. As njerëz vinte që tikte në fshat apo qytet apo vetëm në mal. 2 gram i gjetën në shtëpi. Pastaj vajtën në zyra se u vinte tu, thoshte i bë 10 gram. Ndonë se i armatosur rënd, Eoma Violant Braçellarit shprehet se nuk e kishte idenë që i biri kishte armë zjarri. Ngjarja e tronditës se ndodhi në orët e para të mëngjesit të së njëjtës. Policia Korçës organizoi operacionin për kapjen e 43 vjeçarit, i cili ishte në kërkim dhe me masiguri në mungesë, i dënuar nga gjykatat për kultivim të kanabisit me 10 vite burg. Menjëherë sapo efektivet mbërriten në stanin e Braçellarit në fshatin Lozhan, ky i fundi qelloi me breshëri Kallashnikovi duke vrarë Enea Mekollin dhe duke plagosur Edison Adrin. Braçellari u denuncua nga çobani i tij, i cili ishte dhunuar në mënyrë brutale nga 43 vjeçari pasi i kishte kërkuar lekë që kishte punuar për pak ditë. Edhe pse ishte në arrati, Violant Braçellari kishte ngritur një stall ku familjarët e tij ishin mbështetur dhe nga fondet e AZBR-s, ndërkohë që për disa vitesh ishte kthyer një shqetësim të madh për banorët e zonës, pasi sa herë zbriste nga mali krijonte probleme në komunitet.